الأمر الثاني أن التوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة، بل هو كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رأس أعمال أهل الجنة. Shkaku I dytë është se tauhidi është një prej shkaqeve më të mëdha për të hyrë robi në xhennet. Dhe siç ka thënë autori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kjo është koka e veprave të banorëve të xhennetit. فمن جاء بالتوحيد فإن ذلك من أعظم أسباب تكفير السيئات وذهاب الخطايا ودخول الجنان. Kush e zbaton tauhidin, ky është shkaku më I madh për faljen e gabimeve dhe gjunaheve dhe për të hyrë në xhennet dhe për të shpëtuar prej xhehenemit. كما جاء في حديث صاحب البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Siç është në hadithin e fletuskës el-Bitaqa, të transmetuar nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. وهو أن رجلا يأتي يوم القيامة ولديه 99 سجلا من الذنوب فيقال له هل ظلمناك اليوم من شيء فيقول لا يا رب. Në këtë hadith qëndron se vjen një njeri në ditën e gjykimit I cili ka 99 regjistra me mëkate dhe gjunahe dhe I thuhet atij atë kemi bërë padrejtësi diçka sot dhe thot jo o Zot. فيقال له إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيء. Dhe atij thuhet ti e ke një të mirë tek ne dhe sot nuk të bëhet padrejtësi as pak. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. Dhe I nxirret një fletushk në të cilën shkruan la ilaha illallah. فتوضع هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان وسجلات المليئة بالذنوب 99 سجل في الكفة الأخرى فطاشت بهن لا إله إلا الله، ثقلت لا إله إلا الله فكان ذلك سببا في تكفير السيئات ودخوله الجنان. Atëherë vendoset kjo fletushk në njërën anë të peshores dhe këta 99 regjistra me vepra të këqija, me mëkate dhe gjunahe vendosen në anën tjetër ose në gjuhën tjetër të peshores dhe atëherë fletushka me fjalën la ilaha illallah I peshon të gjitha dhe I fluturon ato regjistra, do të thonë me vepra të këqija, që do të thonë se tauhidi I fal të gjitha gjunahet. وكذلك التوحيد صحة العقيدة من أعظم أسباب الأمن من الخلود في النار، معنى حتى لو دخل إلى النار بذنوبه فإنه لا أن يكون مخلدا فيها بل مآله إلى الجنة بسبب التوحيد. Gjithashtu tauhidi është shkak që njeriu mos mbetet përgjithmonë në xhehenem, se madje edhe nëse hyn në xhehenem për shkak të gjunaheve të tij, ekzistimi I tauhidit tek ai është sigurim se nuk do të mbetet përgjithmonë në xhehenem.